Është Korça, qyteti I cili nuk ka më surpriza për sa I përket festave të fundvitit, ku dihet që numri më I madh I vizitorëve kryesisht nga vendi, por edhe shqiptarë të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës e zgjedhin si një ndër destinacionet kryesore për të kaluar kryesisht festat e fundvitit dhe të nëntorit. Por qëndrojnë tek festat e fundvitit, siç dihet, zyrtarisht evidentuara janë mbi 4000 shtretër në 150 njësi akomoduese në qarkun e Korçës, po duhet të theksoj që nga ana tjetër në Booking rezultojnë që të jenë rreth 290-300 objekte akomodimi, numri mund të jetë disa herë më I lartë I pa evidentuar, por të paktën këto janë ato që na ofrohen dhe dihet që rezervimet kanë filluar që nga data 24 dhjetor për të vazhduar deri në 7 janar, deri atëherë kur janë edhe festat, duhet thënë edhe pushimet zyrtare për institucionet. Në fakt ka një fluks të shtuar, kryesisht edhe një kërkesë tepër të lartë, çmimet qëndrojnë të jenë të njëjta në krahasim me vitet e shkuara. Duhet theksojmë që një njësi akomoduese për 2 persona mund të gjendet nga 5.000 lekë deri në 7.000 lekë të reja, për të shkuar dhe tek suitat që kanë edhe çmimet më të larta, ato sot nuk ka, por më herët kur ishin të hapura për rezervim, mund të shkonin deri në disa shifra maramendse 300 deri në 400 euro nata. Në fakt janë çmime të cilat zgjidhen kryesisht nga ata të cilët edhe buxheti I tyre mundet ta përballojë një kosto të tillë, ndërsa siç e thash, ka një shtresëzim për sa I përket çmimeve të njësive akomoduese. Fokusi më I madh është në Korçë. Duhet theksuar që përpos Korçës nuk mbetet pas as Voskopoja, as Dardha dhe as Vitkuqi. Këto fshatra turistik ofrojnë atë që njihet si Krishtlindje tradicionale edhe vit I ri në formë tradicionale, gjë që të shumtë janë qytetarët të cilët I zgjedhin pikërisht për gatimet, formën e kremtimit të festave, por nga ana tjetër edhe metodën se si përafrohet me muzikë live, me aktivitete kulturore dhe aktivitete të cilat tërheqin të gjitha grupmoshat